أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدريمة العظيمة إتابون بدم الله عز وجل صلوات والسلام وتيترقوا محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall prej natyrshmërisë së krijimit të krijesave e ka bërë që krijesat të jenë në çift. Dhe ka bërë që edhe kafshët, edhe pemët, edhe bimët të kenë qift. Në kuadër kësaj, Allahu Azza wa Jall e ka bërë që edhe krijesa njeri të jetë në qift. Pra përmes bashkimit të dy qifteve, me lenë Allahu të linë një fëmijë vajzë apo djalë. Dhe kjo është suneti i Zotit Xhelle Uala në tokë, me përjashtim të Isait, që Allahu ka kriju vetëm nga nana pa babë. Për Allahun çdo gjë është e lehtë. Mirë po natyrshmëria që Allahu ka kriju tek krijesat, në përgjithësi është që krijesat me qenë qift. Me kalimin e kohës, njerëzit duke u largu nga rruga e Allahut Azza wa Jall, duke dashur të emancipohen, të inkuadrohen në për sisteme dhe ligje të ndryshme, të cilat leqe s'kan bëjnë me ligjin e Allahut Azza wa Jall, por që s'kan bëjnë as me logjikën e shëndosh njerëzore. Pak i duhet njeriut me mendu që një gjë e tillë është me tentu me ndryshu krijimtarinë e Allahut Azza wa Jall dhe sunetin e Zotit në tokë. Është natyrshme që djali i cili martohet me një vajzë ta ketë synimin dhe qëllimin që ta ruajë nderin, ta shfryjë epshin në halal dhe të krijojë familje. Qashtu është natyrshme që edhe femra, vajza ta mendojnë një gjë të tillë. Mirë po, se po na vinë kësi hesapësh shoqërinë tonë, pse po na vinë kësi sistemes të brishta, të cilat involvuan nga gjërat e jashtme, ndoshta nuk e kemi paramendu askush prej neve. Andaj duhet me të rek vreqen para se këto gjërat të trokasin edhe në për shtëpi dhe familjet tona dhe vendet tona. Dhe duhet që t'ja mbjellmi në zemër fëmijëve tonë se bashkimi i babës dhe nanës, pasaj me lenë Allahut, ke ardhur në këtë dunjë. Edhe se nuk ka mundësi që me u martu mashkull me mashkull, femër me femër, dhe me lind fëmijë. Kjo leje nuk është fetare, leje që nuk është njerëzore, po edhe te kafshë si kafsh. Allah ju nderoft, është natyrshëm e pranuar. Mene një dash edhe qoja dashit tjetër. Ai nuk kam jo afru mi marë erë apo me lëmu, po me njerë kam ja kthy brinët edhe kam e luftu me te. Njerëzit po dojnë, që shka thonë Zoti ulajke kel en'ami belhum adall, po dojnë me ra ma poshtë se kafshët, me ketë një logjik njerëzore dhe me ndryshu sisteme dhe ligjin e Allahut Azza wa Jall. Allahu ka thonë, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, na kemi kriju njeriu në mënyrën, formën më të përsosur. Thumma radadnahu asfala safilin. E pastaj për shkak kryenetësisë, budallëqeve që i bën insani bjen në grad më të ulët, që ajo grad nuk i takon insanit me radhë. Andaj dikush për shkak pasunisë, dikush për shkak presionit të jashtëm, dikush për shkak pozitave, epshit, dunjas, shejtanit,
pranon ligje dhe indikacionet të jashtme të cilat ja hupin kuptimin edhe vlerën familjes. Një gjuna që për herë të parë njerëzimi është ballafaqur të është në kohën e pejgamberit të Allahut Lutit alayhis salam. është përhap ky haram i madh, ky gjuna i çuditshëm. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun. Allahu azza jall për kujtoje të Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur Luti i tha popullit vet, a jeni në tokë bukës, jeni të e bua një gjuna, një mëkat çuditshëm që kur kush para juve në ftyrë tokës nuk e ka bu këtë gjuna. Pasaj tha, innekum letatun e rijal shahwatan min dunin nisa. Dhe ai gjuna që është përhap mesin tua jo populli jam është se ju po ja afroni burrave, burri burrit dhe gruaja grujës. Bel antum qaumun musrifun. Mos harroni se ju një popull që keni kalu këtë limitet njerëzore. Ligjit e Allahut i keni shkel me dy kom. Si ka mundësi kafsha me qenë më mirë se insani? Si ka mundësi dashi Allah ju nderoj me qenë ma i kjellë se insani? Që Allah e ka nderu insanin me fiqir, me mendje. Me gjithat insani me këtu veprime, quhet pesh edhe i shkel konditet e Allahut azza wa jall. Ai qetri quhet shpall ligj, me votu që me leju kush ka qef me i ndryshu hormonet, me i ndryshu gjinit, Allah i na ujt. Ti po do mi thonë kushtimit Zotit, që ki gabu a Zot që ki kriju mashkull, unë e kom qef më kon femne. Ki gabu që më ki kriju femne, unë e kom qef më kon mashkull. Këto e në gjëra që i ka caktu Zotit. Pajtohu ma ata që Allahu të ka caktu. Përdore në të mirë, nëse Allahu ka kriju mashkull. A e din që shka kriju dhe pëse të ka kriju në këtë formë. Andaj ky gjuna i shumëtum është vëra popullin e Lutit. Ndërsa ki gjuna ka marrë masa dhe hov për masa në 5 vitet e fundit, si të mos në trojet tona shqiptare, mu që dit, shtet ortodoks, ama e dim që është shtet fetar, ta lufton këtë mesele me mishë me shpirt, bile ata që dalin me parat ne jemi, dylbera, si t'i zojnë, krerët shtetëror, i bojnë lëmë i bojnë. Ata mos bojnë njerëz, të na paguën njerëz me dalë me thonë e jemi dylbera. Mbrohen, edhe kanë fut në për libra, në gjuhën tonë amtare, shqiptare, kanë fut në për libra foto që është privilegj, është e drejt absolute njerëzore të martohet burri me burr, femër me femër. Astaghfirullah. Zoti si ka dhonë kafshëve, ngoj me fol, ama kafshët kanë gjeste. Thashë dhe maharët, afroja dashit një dash, ti i thu për qafoje, e ja bon e levit kryet, se di shka du të me bu, ja vret ja të vron, të ne kundër ta bu të me ndodh, me në nvesh vlerat e cilat nuk e kemi pas pasha Zotin e ma. Qeni të bindur, këta mu që i kanë ka 80 vjetë, këta që ditën hala ma shumë, po ata që i kanë vdek gjyshytan, me thonë që nuk bre se i kini bo ka gjashja që i kini dek, që nuk shërne, qëfar zemani jemi të përjetu, qëfar kua në karë, ku për neve, ku për neve. Parë më ndoni, mu përhap prostitucioni, imoraliteti, femër, mashkull. Allahu, na ja bojmë halal Zotit, kushtimisht që Allahu me na fshira Asadin, me na qute një mdhëm shumë. Po me bo mu qup mashkull, femër, që ka me ndoni që bon Zotit me neve? Vallahi Zotit ka sa për shumë. Allahi që ka është të pavë pi neve, që ka është të ndi pi neve,
veç ka sabër të madh Zoti. Pasha Allahin ka sabër të madh, se për Allahun është e lehtë me largu një popull dhe me pru një popull tjetër. Luti a.s. u trishtua xhamat. Edhe kur i erdhën mysafirët Israfili, Mikaili edhe Gjibraili, kur i erdhën mysafirët, ja pretin i dasht mirë. Ka qenë mikpritës Ibrahim e sa, me kemi cekë Bajram. Edhe ja boni hazër dashin, viqin, krejt. Kur e puna me hungër, mi shkajta, e felete e kulun, i po që ata as për gurmuzën, as i kam bo durët me indyrë, kushtë i mish për thonë, as për hajnë mish. Që ka në këta misafirë qdo? E felete e kulun. I tha as për hajnë ja, a halos e kini njësa? Unë di keq, edhe normalisht, ata ka nërë për një mision qëtër. Qërë është e mision? Ka nërë për një mision me shkatru këtë popull. Se ki popull e ka ndryshu krijimtarinë e Zotit. Ki popull e ka ndryshu ligjit e Zotit. Edhe Allahu i tha Lutit a.s. largohu për ati vendit, shkon me një vend tjetër të sigurt, se Zoti ka mi afshira Asadin këti me njerëzit. Këtë 5.000 let Allah i ka me fshipi tokës. Edhe Zoti e ka spru edhe gruën e Lutit a.s. me ke spru. A i tu ik, gruja për këthen kryet për kësi për këshyrë të mas. Edhe për i thatë, o i gru, lejat popull të flishë sa Allah u ka me denu. Spërmon Zote ka nërë në shpit, spërmon s'ki që ka bon. Ose për shambull, popull i Lutit e kanë di që vesh Luti a.s. nuk është i prekt. Piksaj sprove. Edhe kanë dash me shku me provoku Lutin, kur ja kanë trokit derën, e ka pa gruja Lutit, edhe vajzët e Lutit i kanë pa njerë si të egër. Përshka si të egër të ngajt mashtë dhe mashtë dhe stafirullah. Njëri mungkuni pit, Allah ju nderoft, kushtimisht po thonë. Mungkuni pit, deri pikën e fundit. Edhe pësa bon gjeste pa lidhje, sjelle pa lidhje, si kontrolon lëvizjet, pra ku ta shofe një burr i bjeshu plak. A puth balla, a mbuz, Allah ju nderoft. Po jo mëre, ki total qatë dhe është i pit, edhe burrit i arashu plak, se puth. Qohët a i tjedi me men kryje, me fiqin shëndosh e ka kriju Zotit, pa ku një farë smuje, edhe të qohët thotë unë ju mbo një qa me filanin, ose ju mbo filanin një qa me filanin, së u firullah. Me ndryshu ligjin e Zotit, edhe kur fillun me thy derën, popull e Lutit, e Lutit a.s. Luti i pat mërenda 2 vajza, e i tha ndal no, tha i kom 2 vajza, por juve mi martu. Zgjillni, cili doni pja vajzën teme, të parën edhe dytën. Ata që i kanë lishu sytë e vajzët e Lutit. Se jonë qorodit, jonë qopesh. Allah i ujtë. Kanë tentu me ndryshu lirit Zotit. E i mjeri aj që shpallë kësi ligje, i mjeri aj që nënshkrum kësi ligje, i mjeri aj që i voton kësi ligje, edhe i mjeri aj që e voton ato që e voton këtë ligjë. Edhe thirë me respektu drejtin e kuna, drejtin e njëzve të shmendur. Liria ka oqë, së në lojnë e postin, i jemi është, kom favor politik, së mu i pa votu. Pa. Para Allah i kena me dalë një ka një. Ma në me shabjo të të ka oqë. Ka më në vetë Zoti pëse ja vau kokër në filanit edhe pëse a e lanit. Një ka një. Të ndërrua gjëmat, kjo është përgjithsi. Në unë i familjet e juve, të na halas gardë, kemi me të kesh këtu ku jemi, ama kësi gjëra nuk kemi në për libra, alhamdulillah. Kësi gjëra që dishme nuk kemi në për libra. Fëmija mjafton mu eduku sa është aqire libën e biologjisë. Mjafton fëmija mu eduku në ketë frym, edhe thjesht a i nesër martohet, gruja më qika me një burre me një qikë shtu më rallë djali, mirë po problemi kur e shefqin mahallën e vetë, është një qikë që ka ndjenja ndaj qikës, një djali që ka ndjenja ndaj djali, a i tash adaptohet, pse adaptohet? Se 4 vjetë shkollë fillore e ka qelë libën e biologjisë, dhe aty thojke që është normale, mu puthë Allah i ndërë burë me burë, mu boni qa burë me burë, gru me gru, astaghfirullah. Mjafton 4 vjetë me qelë librën. Syni ku të mësohet diçka bëhet normale. Për shembull, për para
Haxhia i nderuar me qelë një kafe, se kalon e vladin në shtëpi, në sofrë nuk e kalon e vladin mull. Ti si e jemi. Aja ngrati ka për qelë kafe thjesht. Parmendoni aja kafe me sele 2005-2006. Ku jemi tash 2026. So problemi kafës asha ka ullë. Aja është e thjesht, si kena shku ma largë pak. Mi hinë qef pak Evropës, mi hinë qef asaj. Mos lakmoni frangin, euron, dollarin. Bone Kabul o gjemat me dek me 200 euro rogë. Unë e di që s'po del kur gjo. Bone Kabul, ama kur dirsh para Zotit, qohë qika thot, o Allah baba jem, ma karuj ndjerin sa glavëm jam. Ju martu me burri, kom 30.000. Qohë djali, o Allah, fale papën tem, se tana unë të patë përhap, kjo s'muje kjeqe, baba jem s'u kalon me dal jashtë. Shapot vynë benveja C-klas, Mercedes C-klas, kur djali ndonë pipi. Në ka një me këtu s'muje në për shkolla edhe kamas në ka një ila Allah. E shef maturantin ka ndu pip. Shajebe të bu, hej. I livrit, se të njëre është, femna është. La Allah. Ka po hatë me në gjami, baba i falet, nona i falet. Dhe il del pive tjerë se ka ndresh jesun e një pipe ka ndu në balë. Allah. Me fol, mu su përzi, profesor, s'ki direjt mu përzi. Për një ma? Qishme s'ki direjt mu përzi, e? Oni, e kam bo ligjin me në faru, ama na du të me rujt ligjin mrena. Klasatet kryhet, mi kalzu e vlade që gjbiri babës, kërëse ki bodo vjetë, ky hym bilik, rrujo. I të dalin teknik në gjimnaz, më të pak ma burë pak. Shka pritet më në piktin e thmive që gjali 14 vjetë ndonë pip. Për para ka lidh djemë kucela për mas, apet e ka urë pazari, po shti pipin të lidh, i ka ndu një kuka të dhe i ka ndu pipin, shka i të vova, Allah. A ka mëra ki baba, a ka nona, shka mëra kjo pushtu e. Për para të ka pa ku i shia, të pi duhan, pasha Allah unë e moj men, se se kun pi cigare, më karuj zoti, po ka nere kalzmin, na hipshin, shamë pos dishmi. E shifke ku i shien, e ka marrë cigare kështu, e ka shuk në dorë. Halo e ka peçatin, kur i ka pas 8 vjetë, pi gjegës që ka pas pi duhanit. Se ku i shia po më shef. Turb ka pas. Allahu akbar. Kur ka shku ku i shia me lëmru, filan djale o ka ta pin cigaren. Faliminderi me ku i shi, po që si ku i shia me duhune, shti me shku ku i shia, ose profesori me thonë, filan, djale o po me le me dojlë pi orët, me shku në banja ma, ku po vjenë ratym pi vjenë. A ka hoqë, akuzën shkën nga e vladit temë. Si djali jem s'ka ga hoq, djali jem se kall duhonin, Allahu akbar. Kita si pure trasha. I kuna i djali bashkë? Anë qarshi e gjeta una? A merë pëqila i djali? I oti është, jo jemi. S'ka dhe në mua gjemat, mos më përzi. Duhet më përzi. Pjetë hatri filonit i ka përcen. Ja me duhet i fresnët i ka përcen. Runi e vladet. Runi e rinin. Nga këto smunje qërëdice, se pasha Zotin e malë ka marrë koha që kena me kukat, kena me rapi shmon, ama tutën që ka me qenë vonë, edhe tutën që kena me marrë të porzën edhe na përfshin dënimi Allah të Zogjel. Ju e dini shumë mirë. Sarë kër foli për gjunahat, pasha Zotin e malë më kujtohet, fjala e Zotit surën fjala e Zotit, edhe do thotë fjala e pejgamberit e selam. Unë që i dërguja Allahut, edhe kër mërmërej ke, tash po mërmërone, për nga bjeko krize, po të mërra që u frima, njerës të flejnë shlirë gajle se kanë. Pejgamberi vend se ka zonë. I ka thonë Zejnet binti Gjahsh, ja Rasulullah, po tu të sha? Tha, po se që shtu Zoti, kur ka dosh me shkatru një popull, ja ka njësë mërmërima, bubullima, jo kjo. I ka thonë, pse na shkatron Zoti, që në mesin këton ka njerës të mirë që falen, zemër mirë, musliman, ndershëm, s'prekin haram. Tha, nami dhe kethur il khabeth, po. Si ta përfshije popullin e keqja, përfshije fesati, Allah ja fshin rasatin Allah në ujtë. Për të arsye, shpeshe dhe doat e pejgamberit e selam. Shpeshe dhe doat e të parve tanë, shka ka mu do, Allahumme la tu'adhibna bima fa'ala as-sufahu minna. O Allah, pa shtyje, mos na dëno për shkak mendjeletve në mesin tonë. Dhe na kena gjuna, vëllai po. Tonët janë më të rënda. Ama ka njerë ku të mëmëruje shumë, ku të quaj e frim shumë,
Unë e bëri doan o Allah, për shkak atyve që ju qunë pesh, runa neve mos të hajmë dhe na. Dhe na meritojmë ka njerë, ama jo bashkë ashtu me lëshunë thërnishte. Runi parimet, runi konceptet, runi familjen, runi moralin, se këto gjëra ndoshta sot i te i kalojmë, hajse një nate, hajse dy nate, ama kjo natë, kjo ditë që ja bon hajt, ka me kushtu me gjak edhe me lëkur. E lu Zotën e madhë që Allahu t'i këndel njerëzit, ta kuptojnë që në tërshmëria që ka kriju lumi Allah është dyshe, mashkull dhe femër, dhe shtimi i këtij populli dhe numrit të tij është vetëm përmes martesës burr me gru ose gru me burr, e jo ndryshe. Kush kërkon ndryshe, ka punu kundër ligjit të Zotit, ka tentuar me ndryshu ligjin e Zotit, edhe treta ka me shiu dënimin në këtë botë edhe botën tjetër. Andaj ky mëkat i parë u prap në kohën e lutit, ka pauzuar një periudhë caktuar edhe ka filluar me përmasat mëoja me u prap në mesin tonë. O Zoti i Madhërisëm e Gjithëdijshëm, na nuk kemi fuqi jashtë asaj që mujtemi me fol. Ti ke fuqi absolute, je gjykatës suprem. Ruaj familjen tonë dhe popullin tonë nga smundjet dhe çuditjet e ndryshme. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.